Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Fërko një thelpi hudhër çdo mëngjes në flokët tuaj dhe rezultati do ju befasoj. Hudhra është një nga produktet më të shëndetshme si në përdorimin e saj në kuzhinë, ashtu edhe kundër problemeve të ndryshme sa u përket lëkurës, madje edhe flokëve. Ajo është e pasur me minerale të tilla si magnezi, sulfuri, zinku, hekuri, seleniumi, vitamina A, vitamina C. Por kjo është arsyeja pse përdoret edhe në shampo edhe në produktet e bukurisë. Hudhra ndikon në reduktimin e rënies së flokut, forcon rigjeneron flokun e ri, largon toksinat e dëmshme nga lëkura e kokës si dhe përmirëson edhe pamjen e tyre të përgjithshme. Prania e hudhrës në recetat tuaja të përditshme mund të sjellë rezultate të kënaqshme në mbrojtjen e flokut tuaj dhe në sjelljen e rezultateve të duhura. Gjithashtu, prania e sqafurit të hudhra do të parandalojë formimin e zbokthit në flok. Për të dhënë një efekt sa më të mirë për zgjatjen e flokëve, këshillohet shtimi i një thelpi hudhër brenda shampos. Sigurohuni që kombinimi i hudhrës me shampo të mos përsëritet më shumë se 2 herë në muaj. Nëse e përdorni më shumë se 2 herë, mund të shkaktojë dehidratim të lëkurës së flokëve. Që hudhra të japë efektet e duhura, duhet të vendosni në shampo 2 ditë përpara se ta përdorni. Por sa u përket gjithashtu erës së hudhrës, mos u shqetësoni, sepse pasi flokët të thahen, era do të largohet plotësisht dhe do të keni rezultate mjaft të mira edhe në shëndetin e flokëve. Hudhra është shumë e pasur me vlera të shëndetshme për njeriu që nga kokat e këmba. Ajo rekomandohet për trajtime të veçanta në rritjen e flokut dhe kundër zbokthit. Hudhra ka aftësinë të përmirësojë qarkullimin e gjakut në skalpin e kokës dhe të zgjidhë problemet e flokëve të hollë. Hudhra është e pasur me minerale si magnezi, zinku, hekuri, bakri dhe seleniumi. Përveç sulfurit, hudhra është e pasur me vitaminën A, C, por edhe me fibër dhe shumë aminoacide. Këto të fundit luajnë një rol të rëndësishëm për shkëlqimin dhe forcimin e flokut. Sulfuri te hudhra përmirëson të gjithë strukturën e flokut, ndërsa alicina, një substancë që aktivizon edhe shtypjen e hudhrës, lufton mykun dhe bakteriet që shkaktojnë zbokth. Potenciali i alicinës shfrytëzohet plotësisht edhe nëse hudhra përdoret 10 deri në 15 minuta pas prerjes. Maska me hudhër për trashjen e flokut. Merrni 7 deri në 8 thelpi hudhër dhe hidhini ato në një mikser. Përpunojeni derisa të përfitohet një masë e butë në të cilën më pas duhet ta shtrydhni. Për maskën e flokut nevojiten 2 lugë gjedhe me lëng hudhre. Kjo sasi më pas duhet të përzihet me 1 lugë gjedhe vaj ulliri, 1 lugë gjedhe me mjaltë dhe verdha e vezës. Pasi t'i keni përzgjerë mirë, maskën e përfituar e vendosni në skalpin e kokës. E mbani për 20 minuta dhe më pas e lani flokun tuaj si normalisht. Lëng hudhre dhe limon kundër zbokthit. Përzjeni 2 lugë gjedhe me lëng hudhre, 1 lugë gjedhe me lëng limoni dhe 1 lugë gjedhe me mjaltë. Lueni skalpin dhe maskën e mbani për 30 minuta. Më pas i lani flokut dhe e lini të tharë normalisht. Maskën mund ta përdorni të paktën 2 herë në javë. Lëng hudhre me kos për rënien e flokut. Përzjeni 2 lugë gjedhe me lëng hudhre, 1 lugë gjedhe me vaj kastori, 1 lugë gjedhe me kos dhe 1 lugë gjedhe me mjaltë. Përzjeni përbërësit mirë dhe vendosni maskën kremoze në të gjithë skalpin e kokës. Mbajeni për 30 minuta dhe më pas i lani kokën me shampo. Hudhër dhe kamomil për flokun e thatë. Përzjeni 2 lugë gjedhe lëng hudhre, 3 lugë gjedhe me çaj kamomilit të verdhën e një veze dhe 1 lugë gjedhe me lëng limoni. Pasi t'i keni përzgjerë përbërësit mirë, vendosini maskën në skalpin e kokës dhe mbani për 20 minuta. Më pas e lani me shampo. Por si të largoni erën e keqe të hudhrës nga floku. Për të përgatitur lëngun e hudhrës, jeni të kujdesshëm dhe filtroni atë sepse grimcat e vogla të hudhrës mund të mbesin në flok dhe të shkaktojnë erën e keqe. Lëngu i hudhrës duhet të aplikohet vetëm në lëkurën e kokës dhe jo në të gjithë gjatësinë e flokut tuaj. Për shpërlarjen e flokut, përdorni lëng limoni ose lëng portokalli, duke e kombinuar atë edhe duke e tretur me ujë. Dhe kështu rezultatet që do të ofrojë janë të mahnitshme për të pasur flok të shëndetshëm dhe plot jetë. Ju mund të keni dëgjuar për përfitimet të lyerjes së qepës në këmbë ose mjaltin në gjoks për të ndihmuar gjithashtu në lehtësimin e ftohjes. Në fakt, ka shumë trajtime natyrale që funksionojnë jo vetëm por edhe brenda, nëpërmjet gëlltitjes së përbërësve, por edhe nga jashtë për probleme të ndryshme shëndetësore.
Sigurisht, hudhra, antibiotiku më i fuqishëm natyror, mund të jetë edhe në mënyrë të përditshme në trajtimet tuaja. Hudhra përdoret në mënyrë tradicionale për të trajtuar aknet, infeksionet mikotike të lëkurës dhe gripin, duke vepruar si antibiotik, antifungal dhe antiviral. Kur merret nga goja, hudhra ndihmon në stimulimin e qarkullimit të gjakut në kapilarët të vegjël të lëkurës, në forcimin e imunitetit, mbron nga dëmtimet e ultravjollës dhe ndihmon në trajtimin e problemeve të ndryshme. Kur aplikohet në mënyrë topike në lëkurë, hudhra trajton psoriazën, alopecinë, kallot e lëkurës, viruset e kërpullave e të tjera. Gjithashtu redukton citratet e keloidit, nxit shërimin e plagëve dhe parandalon plagjen e lëkurës. Përveç kësaj, dy studime kanë zbuluar se përdorimi lokal i hudhrës është 100% efektiv në trajtimin e ndryshëm të lythave. Ndryshe nga trajtimet e lythave, hudhra nuk ka efekte anësore të dëmshme. Por si të përdorni dhe të aplikoni hudhrën? Fillimisht fërkoni hudhrën në një zonë të vogël të lëkurës suaj për të parë nëse lëkura është e ndjeshme ndaj saj. Për probleme të ndryshme, si për shembull lythat, për të përdorur pastën e hudhrës në lytha, përzjeni atë me vaj ulliri dhe vaj kokosi dhe aplikoni çdo ditë 3 deri në 4 herë në javë. Gjithashtu, për psoriazën ose ekzemat, hudhra mund të japë rezultate të kënaqshme dhe mund të sigurojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të lëkurës suaj. Aplikimi i hudhrës ka veti të mira edhe në trajtimin e një sër komplikacionesh. Nëse jeni duke kërkuar për mënyra natyrale për ta mbajtur lëkurën dhe flokun të shëndetshëm, të bukur dhe me shkëlqim, ju duhet të provoni edhe përdorimin e hudhrës. Hudhra njihet për vlerat e jashtëzakonshme, ju mund ta mbani fort, të shëndetshme dhe të rrisni mirëqenien tuaj të përgjithshme. Ndërsa shumë njerëz e dinë se hudhra është e shkëlqyer për trajtimin e problemeve kryesisht ftojen e zakonshme, kallot e këmbëve, infeksionet e mushkërive, shumë më pak janë të vetëdijshëm për vetitë e saj çuditëbërëse edhe për lëkurën. Ajo mban larg trajtimin e akneve. Hudhra ka veti antibakteriale të cilat mund të bëjnë të mundur largimin e bakterieve që shkaktojnë akne. Kështu që nëse keni akne në fytyrën tuaj, merrni 2 thelpi hudhër dhe i shtypni ato. Shtoni një lugë gjedhë mjalt dhe më pas kos. Përzjeni përbërësit si duhet derisa të bëhet një masë e trash. Pastën e aplikoni në zonën e akneve dhe lini të qëndrojë për 10 deri në 15 minuta. Më pas e lani me ujë dhe bëjeni këtë çdo ditë dhe shikoni në fytyrën tuaj se si do të pastrohet nga puçrat, njëkohësisht do të largojë edhe skuqjen e shkaktuar nga inflamacioni. Ajo trajton gjithashtu edhe problemet e zbokthit. Zbokthi nuk është vetëm i bezdisshëm, por edhe i dëmshëm. Nëse dëshironi flokun tuaj të ketë volum natyral dhe të shpëtoni nga zbokthi, shtyni në shtypje një thelpi hudhër dhe shtoni pak vaj ulliri dhe ngrohni në një flak të ulët. Më pas e lini të ftohet dhe masazhoni në mënyrë të barabartë në lëkurën e kokës. Pasi të ketë mbaruar, lani flokët. Kjo jo vetëm që bën të mundur heqjen e zbokthit, por gjithashtu nxit rritjen e flokut tuaj. Kundër thonjve të verdhë. Thonjtë mund të fillojnë të kthehen të verdhë për një sër arsyesh. Një nga arsyet është edhe përdorimi i shpeshtë i acetonit. Kjo mund të dëmtojë thonjtë dhe të ndikojë në shëndetin e tyre. Për të evituar këtë, shtypni disa thelpi hudhër dhe i vendosni ato në thonjtë tuaj. E lini ashtu për 2 deri në 3 minuta dhe gjithashtu mund të bëni edhe një fshirje me një copë të butë. Aplikojeni këtë të paktën 2 herë në javë dhe rezultatet do të jenë të mira dhe efektive. Përdorimet e hudhrës janë vërtet të larmishme. Hudhra nuk këshillohet të përdoret nga personat që vuajnë nga tensioni i lartë. Hudhra mund të ketë gjithashtu edhe një sër përfitimesh. Sipas nutricionistëve, ajo ka përmbajtje të lartë të substancave azotike, kalium, kalcium, magnez, acid sulfurik, fosforik, vitaminën C, D, B, më shumë edhe element të mineraleve ushqyese, të cilat do të sjellin rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Thelpinët e hudhrës në një gotë me ujë mund të sjellin rezultate të mira, ndaj mund të konsumohen në forma nga më të ndryshmet. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshilla të mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.